Ma spjego pak atë videon, ishte i video që ti e merr një, wow, ishte i video që ti e merr e ki në Instagram tonin, formon një trekanç, dy trekança, një ka vën pikat, një ka vën tik, vën një gjylpan sipër edhe me shkrime këtu, ai gjylpan e lviz, edhe kjo thua është energji, mund ta kem bëj 20 herë atë video. Si lvizë e gjylpan. Dhe kjo video ka qenë shumë e komentuar, pra është përndar 1000 herë dhe ka dhe një gjë të bukur. Po. Këto janë ato që mileti komentojnë, shife çfarë bën kë. Gjithë qëllimi i nderuar është që ti të tregosh që lëvizja jote e dorës, pra një veprim yti aktiv, lëviz qendrën e gravitetit që është e pandryshueshme, që është qendra e universit. Pra 2-3 këndçat janë në masoneria vepron me simbolik. Një trekëndësh është shpirtërorja, trekëndshi tjetër është fizikja. Dhe qendra e pandryshueshme e universit është ajo gjilpëra në mes me kokë. Dhe në momentin që unë lëviz dorën, pra me serolaps, lëviz dhe ajo qendra. Dhe kjo është e gjitha simbolik. Do të them trikun fizik, por gjithë qëllimi është simbolika. Mas është pesha, mas kjo një veprim, patjetër atë o mund ta bësh dhe një magnet. Nuk është qëllimi kjo, më kupto drejt? Qëllimi është simbolika që një veprim yti personal ndikon dhe ke unë, ndikon dhe në të përgjithshmen tonë. Dhe ky është qëllimi. Fillonin pasaj. Ata që shpend gashin, këta kanë vjedhur shpend gashin pacientët. Po mirë mërti mason thoshin, nuk di ke me vizat të bukur 2-3 këndësha. Më kupton? Kema se këta janë komentes. Dua të them e mbushura e mbrapsht. Po çfarë thu më këte kena mësuar klas parë ne? Më kupton? Po pse se kam mësuar, bro? Po jo më asu se kam mësuar klas parë. Asu se kam mësuar klas parë. Por e kam po 20 herë video thosha është fleta që lëviz fletën. Ndërkohë ka dhe veprime pasaj të tjera, ka dhe veprime shumë energjie, po them edhe fizike që njeh dhe shkenca dhe fizika, si magnetet më ka pafund gjëra, nuk ka rëndësi. Domethënë gjithë qëllimi masonerisht të tregoj simbolikën, sepse masoneria flet me simbolikën.